Analizat e ujit në Gostivar janë të gatshme, por jo edhe të qasshme për opinionin. Autoritetet shëndetësore dhe kompetente thirrën konferencë për të treguar se sa i suksesshëm ka qenë aksioni i tyre në ndërmarrjen e masave në Gostivar, por nuk dhanë asnjë informacion për shkakun e sëmurjes së qytetarëve, edhe pse rezultatet i kanë në duar. Kjo sepse kanë dhënë urdhër nga prokuroria që rezultatet të ju dorëzohen atyre dhe në asnjë mënyrë të mos publikohen pa lejen e tyre. Nga Instituti i Shëndetit Publik dëgjuam shprehjen e famshme në interes të hetimit, rezultatet do jepen vetëm prokurorisë. Më potencohet vazhdimisht, rezultatet të ju dorëzohen vetëm prokurorisë publike. Ne si institut kemi bërë gjithçka në kohë rekord dhe tani presim që ato rezultate me të gjitha provat e grumbulluara do të na çojnë deri te përgjegjësia e atij që duhet. Kërkoj të më kuptoni, sepse më kërkohet vazhdimisht që në interes të hetimit, rezultatet tani duhet të ju dorëzohen vetëm prokurorisë. Ministri i Shëndetësisë komentoi shkrimet nëpër media se epidemia në Gostivar është fshehur për disa ditë. Ai mohoi këtë gjë dhe foli për kronologjinë e ngjarjes, duke njoftuar se në Gostivar janë 3100 kontakte shëndetësore. Momentalisht, deri tani kemi 3100 kontakte shëndetësore, që do të thotë në shtëpinë e Shëndetit Publik Gostivar dhe në spitalin e përgjithshëm në Gostivar. Këtu përfshihen lajmërime telefonike, intervenime në ndihmën e shpejtë, pranim dhe kontrolle të qytetarëve në të dyja institucionet shëndetësore. Ditën e djeshme kishim gjithsej 564 pacient, prej të cilëve në spitalin e përgjithshëm 289, kurse në spitalin tjetër 275. Pasi qeveria ka nisur sot me shpërndarjen e ujit të pishëm në Gostivar, i cili aksion po realizohet nga shërbimi qeveritar për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, drejtori Tomovski u pyet nëse 50.000 ton ujë në ditë janë të nevojshme për nevojat e qytetarëve. Sot startojmë me 50.000 litra ujë, varësisht nga nevoja. Gjatë ditëve në vijim, nëse ka nevojë, sasia do të rritet, po nuk përjashtohet mundësia që nëse paraqitet nevoja do të sigurohen edhe cisterna me ujë, popullata të mos shqetësohen, gjithçka që është nevojshme, ne si qeveri do të ndërmarrim. Rastet e para publike të helmimit të qytetarëve në Gostivar u publikuan në media të njëjtën. Arsyeja kryesore ende mbetet e pathënë zyrtarisht, mirëpo Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka ndaluar pirjen e ujit nga ujësjellsi në Gostivar.